janë një grup këngëtarësh të cilët preferojnë misterin. Po. Unë e thash dhe që në fillim edhe i qëndroj shumë asaj që ti je një artiste krijuese shumë e mirë që ke lë një legacy, lë një trashëgimi. Ti je ai grup. Je një krijuese, ke krijuar dhe bashkëkrijuar, se po bëja llogaritje pak më parë bashkë deri në 2025-ën. Po. 400. Po. Këngë. Rreth 400, nashta janë edhe më shumë, nashta janë pak më pak. Te 400 janë. 400 këngë, që është goxha, është. Do të ta them sakt, se s'du me rajt. Se nuk di me rajt. Pavarësisht që më ka dalë nami. 80 videot, i kam 80 këngë. Okej. Do me thonë 80 video janë këtu, hiç një 6-7 që janë kështu si live si covera. 75 këngë i kam veç në Kanal Temin. Edhe një 7-8 i kam te Max Production. Edhe do bashkëpunime poshtë e lartë që janë një 10-15. Po si bëjnë gati 400? Apo janë edhe... Do me thonë, 100 e pak janë të mijat, veç të mijat, fifi. Edhe një 300 që ja u kom bo artistave tjerë. Ke qenë dhe kështu ghostwriter, që quhet kur shkruan, por nuk të vën emrin. Në fillimet e mia. Në fillimet e mia, kom punu me Zapen Kres. Në fakt, me Zapen Kres kom punu si ghost artist. Me studiet e tjera që kom bashkëpunu, nuk e kena pas këtë marrëveshje. Pa aty me që e nisa kështu si start, marrëveshja ishte kështu. Edhe mu më konvenojke, më interesojke. As long as e kom marrë ato 2 këngët e mia që i kom marrë prej tjemve, që edhe ata e kanë lënë një shej këtë gjatë rëndësishme në karjerën tem, se unë kom mësu pe djemve qysh me e lidh muzikën. Ata janë kanë dhe vazhdojnë t'jenë quna talentum. Shumë ato kanë bërë goxha hite. Edhe unë pa tjetër që i kam ata të lista e mirënjohjes. Edhe që po thoja, zëri yt është fantastik. Ke një lloj zëri që është shumë është si, unë të thoj si zë cigare, po është një zë kështu që i shkon shumë dhimbjes. I shkon shumë i bukur. Zërin e ke gjitho krijime. Pra, ke gjitho krijime, ke hite. S'po them çmime, janë dhe çmimet, që për mua në paktën në 2 vende do kishe marrë çmimin e parë. Po, në një ku isha dhe unë aty skenarise duhet të kishe marrë çmimin e parë. Por gjithsesi gjëra ndodhin, ndoshta nuk e ke fatin e çmimit të parë, po çmimi i parë nuk është gjithmonë me fat të madh. Unë dhe Kozmadushi. Në vazhdim. Dhe Kozmadushi, okay. Pipi dhe Kozmadushi. Pra, dhe ndërkohë janë disa artistë që luajnë shumë mirë me misterin. S'të ka konvenuar që të thoje që të mbajun statusin e artistes, se ndonjëherë kur futesh në debate, njerëzit e harrojnë që kush je ti dhe merren me the reality part of you, pra me pjesën reality tënde. Ndaç mos fol, prapje i përgojum, kështu që të bën më pak artiste nëse reagon. Jo, se them të zbret më shumë në tokë. Ndoshta një herë. Dhe unë dua të jem në tokë. Do të jesh, e ke zgjedhur vetë. Unë dua të jem në tokë, unë s'du të jem e paprekshme. Unë shkoj nëpër dyqane, nëpër supermarkete, mos përmend jamna, edhe bëj pazar. Nuk e kam problem. Edhe në pazar shkoj, bëj pazar. Pik probleme se kam. Dalë të furra e bukës po shtëpis, blej bukë. Unë du të jem njeri komunikus. Unë jam njeri komunikus. Nashta edhe që kjo, që jam shumë e prekshme, ka njerë është e dëmshme nga ana vizive, se njerëzit të që arrogante kjo që por dhe pas ka s'na flet. Po edhe kjo nuk më përbën problem. S'ka problem. As long as you are seeing me, unë po t'jap pak nga vetja. Me thonë, unë po du me kam barabart me ty, pavarësisht që unë kam një talent tjetër, e ti ki një talent tjetër. Ti ki talent me kanë bankjeri mirë, unë kam talent me kanë muzikante mirë. Fakti që ti e thua, dhe thua shumë mirë, sepse këtu ka qenë Aurela Gaçe, e cila ka të njëjtën filozofi, thot, unë e kam shtëpinë në lagje, dal, pi kafe, dhe ashtu ka ecur dhe prapë është nga ngëtarë më mëdhej që ka Shqipëria. Nuk është që kena tregun ose mbështetjen e shtetit ose mbështetjen e ekonomike që na me pas një rezidencë ku jetojnë vetëm vipat edhe aty s'na shef njeri neve dhe i ki 10 sigurima për para hyrjes edhe ti s'kalon dot. Edhe të ajo lagja një kemi 2-3 lokale dhe aty mund të takohemi vetëm neve që jemi fytyra publike. Jo, na maksimume shëqysh zotit i kena kushtet për me jetu mirë. Naturalisht të vjen me shku mi bo do veprime,
pa menu, a je asje. Plus unë s'du me privu vetëm fare. Absolut nuk du me privu vetëm prej kësaj të jetuarit normal. Pavarësisht ta më bën dëm as më bën dëm. S'm plas trapi fare. Ti nuk e ke ndjerë si, nuk të ka penguar, kjo gjëja. Mu s'm pengon. Po monetarisht të ka penguar? Pra, kur krijohet ai lloj misteri te disa artistë që rrinë në Qa ndodh? vendin e tyre, po jo mund të ndodh, sepse kjo pjesa e showbizit, paktën jo vetëm këtu, po edhe ndërkombëtar është që unë nëse të izoloj ty, krijoj atë idenë e idhullit. Po pra, po nuk funksionon Dhe njëjtë. pastaj të shet më shtrenjtë. Pra Ata ti- idhujt jashtë dalin edhe bëjnë shopping, pazar, ku do ishe. Jo shumë, po Bile për shembull, mundësisht i ka ndjenjën e thirrë LA. edhe 7 paparaci që me e kap rrugës që i ka shku. Mirë, po ti nuk e sheh Kim Kardashian nëpër rrugë, apo nuk sheh këngëtar Ku e nëpër di, rrugë. ku e di ti? Po sepse po i pe në disa lagje të New Yorkut, atë nuk i ke. Do të thënë, Po pikërisht, vetëm edhe disa na me jena në disa fat. lagje të Tiranës. Jemi në vend më i vogël. Domethënë, a është krishtet Tirana? Jo, e kuptoj, unë thjesht doja të kuptoja filozofinë tënde, që është shumë okay, thash. Domethënë, unë jam super në rregull me këtë gjë që e kam zgjedh me. Du me kam për toke. Nëse më bën dëm nga ana e karrierës, pik probleme se kam. Po atë ka bërë apo jo, jam kurioze. Jo, jam thjesht Nuk kurioze ke sepse me- ti nuk e besoj. ty tek ato artistë që ke realisht ke lënë ke gjurmë, ke Nuk e super besoj. këngë. Ai ka Jo, bërë se dëm Aurela Gaçës? Jo, Aurela është okay. As mus pa As bërë nuk dëm. ka bërë dëm. Absolut. Mu po, e vetmja gjë që më ka bërë dëm, u kanë ajo pauza që e kam marrë mas lindjes, që më ka dash mu fokusu në vete dhe njerëzit i kishin dhënë vetës pauzë që Fifi tash është të marrë me bebin edhe ndërkohën e tash muj do- për muj kom zirë këngë. Po Fifi është të marrë me bebin edhe kërkush nuk është hi me ngu këngët e mia. Ndërkohë tek mrapa, kur ka shku gati 2 vjeç çuni, më theshin mu njerëzit, valla be Fifi rikthi fort. Unë isha like, po unë s'jam nalë bre dyqysh, unë të në kongë më prodhu, unë s'jam nalë. Për ty ka rëndësi më shumë të pëlqesh apo ti je e sinqert, ti je vetja? Për mu ka rëndësi më shumë t'jesh e sinqert. Po ti je më shumë e sinqert, domethënë në botën e online-it, se aty jetojmë tani të tërë, ti je Po, si thua, e zgjedh të dytën. pa filtra. E zgjedh të dytën. E zgjedh të dytën. Bilesh tash kom fillu edhe videot që jam të i bu me filtra, mo, as fotot që jam të i vu filtra, jam të mundu me këngë shqetë komplet. Ti je shumë e bukur. Faleminderit. Realisht. E ke qenë gjithmonë, po tash që po të shoh. Kam parë vetëm një herë kështu duke u grimuar, po ishe në një pozicion të ngrirë, po grimoshe, por je shumë e bukur, kështu që nuk e besoj me filtra pa filtra. Është pa filtra, tani që po e shoh unë edhe. Jo, realisht Jo, jam marrë në qatë pikë që mos jam ka e du gjithçka të jo filtruar. Dua të jem kështu. E kam zgjedhë që në fillim të jem e prekshme, du të jem barabart me njerëzit. E di që është shumë i vështirë ky për të izoluar. Patjetër. Është shumë i vështirë dhe gati ndonjëherë që sharake kur e bën se thua, por nuk është i pamundur, dhe them ndonjëherë habitën kur janë artistë për shembull të kalibrit tënd, sepse duke u futur edhe në debate ose kështu, se duke u marrë me fansa them, ore nuk e meriton këtë debat me fansa, sepse ti të paktën ke dhënë një kontribut. Fansat ndoshta janë të vegjël, akoma mund të japë ato kontribute shumë të dhe e kuptojnë një ditë. Kjo më ndodh dhe mua, më ka ndodhur her pas here. Më ndodhi para ca ditësh me dikë që u mora dhe pastaj thash për çau mora dreqin në diell. Se më ndodh, po them pastaj që ke ka shumë gjëra që u ke dhënë, janë 400. Po Këngë, ka shumë gjëra i ke dhënë edhe. Ka mundësi që mundën me kanë edhe gjeneratë re që se kanë një fare Po, shiko se ka, se unë kam parë te goca ime, ka dhe 13 vjeçar që ta më kodhe dhe kur i sheti qa moshe ka thua për qa të mërzisin. Se unë shoh dhe goca në TikTok që futej zije me jashtë në Amerikë, që zije me ato atje. Dhe mënyra si shkonde shumë bukur, ti thua, po ta lexoje, do thoje kjo është një njeri pjekur. 38 vjeç. Jo, 30 vjeçar. 13 vjeçar. Unë në fakt nuk të kam marrë ty këtu, nuk të kam ftuar vetëm për polemika, sepse por unë jam një njeri që sa herë që më ftojnë dhe padyshim që do flasim për IP-n tënde fantastike dhe për shumë gjëra për muzikën, dhe kam nxjerrë gjithë ato gjëra, kam bërë shumë research për ty, për atë që kam qef, edhe për këtë këngën Nina Nana që qava, që po dëgjoja, po. Po jo, më bëj detyrat e mi, kam qenë zëse mirë. Dhe doja të flisja. Ishte fort se e mora Fifin telefon sot edhe i thash se po i thoja mamit. Po. Mami im nuk ka lidhje shumë të madhe me shumë muzikë shqiptare ka, po muzikën e vet Manita Taken, me këngëtar të vjetër, do shumë. Dhe po ka qef kur janë goca të shkatha.
ka qef shumë goca si gocat e veta, të pavarura, të lira të. Edhe i thash, mami kam intervistash me Fifin. Dhe thash, jo se s'do të njite, po nga që nuk ndjek ajo, ndjek kryesisht, nuk e di, është në botën e vet. Tha, Allah Fifi, e dua shumë Fifi, të lutem, tha. Trajtohet shumë mirë Fifi, nuk e di pse thas kur ndo, por nuk i vras njerëz këtu të tërë mirë trajtohen. Po ta trajtoj jepi shumë dashuri, tha se m'pëlqen shumë dhe tha, dhe mbi të gjitha tha dhe flet dhe gjermanisht. Po, edhe flas. Ti flet gjermanisht, a? Një puthje e madhe për mamin. Po se dhe mami flet. Ti flet gjermanisht, a? Flas, kuptoj ma mirë se sa që flas. Jam bo shumë vjetë prej kur na kthy prej Gjermanisë na. Unë sa që ftohem në intervista, në fakt zemrohem, edhe nuk kam shumë qejf të dal, sepse më thonë gjithmonë që ti je gazetare polemika, që flet, që e fut në sherre. Unë nuk i quaj as sherre, në fakt, se sherri është diçka që je në sherrë, unë i quaj jap mendimin tim edhe po dhe gjithmonë ma bëjnë këtë. Dhe unë i thash Albonës, që është një gazetaret e programit, i thash, ore Fifi ka 2 jetë. Ka një jetë që është jeta e këngëve, ka dhe jeta tjetër që është the reality, ajo që është, që je futur dhe ke folur. Pa e njëjta jam unë. Po e njëjta je. Edhe thash, më nxirr pak arkivën e diskutimeve, disa, jo nuk do t'i them të tëra, edhe se janë disa diskutime janë të fikura tash dhe nuk ja vlen më. Thash po të bëj një kështu si renditje të gjërave dhe patjetër ti e the pak më parë që çdo gjë që ka ndodhur është okay. Po mund të ketë një pishman lë këtu. Doja ta dija që je bër apo si je bër pishman. Doja vetëm të. Në 2019 përplasim me Florin, nuk di që ishim më në Instagram. Ka që. Po je bër pishman apo si je bër? Ajo ka në moment euforik. Euforik. Po, sa vjeç ke 2019-ën? 25. E mi ke qenë e vogël. Po. Përplasje me mentor Azirin. Tha se Fifi stonoi të kënga magjike. Dhe ti the më vjen keq që je dhe artist dhe merresh me llafe. Vazhdon, je bër pishman apo si bër pishman? Kemi bër kërkime. Përshëndesi mentori. A di që isha të e menu para ca ditëve, kur filloi Big Brother VIP Kosova që u fut mentori, i thash a di se tonë s'flas me mentore, dhe më tha mu pse, thash vallaj nuk e maj men diçka për këngën magjike Ja ta kujtuam ne. Diçka për këngën magjike është, po nuk e maj men. Ti ke fiksi unë harrojmë se s'flas. Po, bilionë 100% me pas pa dikun në rrugë dhe i kisha shku, i kisha folë, ku je, ai më kishte po na s'folim. Shiko, impulsivët edhe njerëzit që kanë ndjeshmëri dhe duan ta thonë atë, u ndodh kjo gjëja. Jo, ai ka pas diçka me mua, unë se di. E pra se nuk i vjen nga e keqja, edhe kur e thua, dhe pastaj ti nuk e mban më se për ty nuk ka më rëndësi. Po, unë atëherë nëse kom kuptu kur çka ka pas ai. Ka thënë pra që stonoi te kënga magjike. Po pra, edhe pranaj se më ka pason 0 pika ai mu. Po unë se mërzit me to. Ai doli edhe boni këtë statusin që Fifi çapo dione do thash jo ti. Me çka këngë? Për çka këngë të dha 0 pikë? Me Marovën. Mentor. Nëse. Ku është Marova tani? Marova? Largohet nga Max Production. Tha se shkak mund të ishte fakti që se lejonin të eksperimentonte. Si me Max Production? Jo, nuk është e vërtetë. S'është e vërtetë? Jo, nuk e di, unë s'kom bë kurrë as deklarat për Max Production. Jo, të Alketa të dëgjova që fole shumë mirë për Max Production. Po, edhe unë do vazhdoj përjetësisht me fol për Max Production. Mirë, pse? Sepse Bledi është ai që mu më ka strehu. Ndaq si njeri, ndaq artistikisht, në cilin dush kupte merre. Edhe pavarësisht çdo gjëje, unë vazhdoj edhe bashkëpunim me Bledin edhe e kam njeriun një prej më të rëndësishmëve në të cilin e marr në telefon me u konsultu për shumë gjëra dhe për shumë hapa që i ndërmarr në karrierë. Jo, shumë i mirë është dhe kam mbështetur shumë artist në fakt. Unë e kom pas menaxher 3 vjet, edhe masi që jam shkput, e kena pas në 2 vjeçar që s'kena pas komunikim fare. Dhe mas 2 vjetëve e kom marrë në telefon, fiks në ditën kur unë kam hik, në të njëjtën ditën e kam marrë në telefon dhe kom thonë, baba do ma bësh një klip. Edhe kena vazhdu prej ku e kemi lanë. Nuk është që kishim kësi lloj diskutime, që po ti ma bërë, jo po në ta bëra. As nuk jena ndonë në mënyrë të keqe, thjesht i kom thonë, a do më lësh të lirë. Është i mirë Bledi, s'ke ziesh, po, edhe babo e kam unë, babo i thëm. Ke pasi përplasje, në fakt nuk e di tani, si jeni, me Ana Likën,
ke pasur raport të ngushtë, nuk e di, keni uruar njëra tjetrën për lindjen? Po, kena rregullu marrëdhëniet Keni me rregullu masë. marrëdhëniet. Ai se ça dule dhe tha ajo fuqi uthull e për. Po. E kam tu, po nuk e thash se unë vetë kam pas gjithmonë ulje ngritje shëndeti, kështu që s'pëlqen Është këtë. po kur rregullova marrëdhëniet me ta, thash po ç'pate me këtë fuqi uthull. Ama tha. Se e rëndë është, po e shumtuar, po s'ka gjë, iku. S'ka gjë. Në 2020-ën, djegësit tani, ky ishte debat, djegësit e kritikojnë për poza provokuese pas dobësimit. Këtë se kuptova, i acaruar. E ma caru? Kjo është si puna këngës tash, pse bën poza provokuese, pse u dobësove? Po, kur afsha mos u vrafsha, kur isha e shnosh, pse po pozon kështu, kur u dobësova aty pse po pozon kështu, s'disha më ku më di çka kom thon, zon s'pe disha. Jo, nuk e kam çka ke thënë. Në 2021 ka qenë pandemia dhe ti e përgjigjur, e dini që kam 11 muaj pa punë. Okej, kjo bë lajm gjithandej. As shteti, as njëri s'është interesuar ç'po bëjnë artistët. Po për këtë si ndihesh? Kanë e vërtet. Kanë e vërtet. Edhe lekët që na kanë taku me i marr. S'na i kanë dhënë kurr. Paga luftës. Po pra. Paga luftës. Unë si kam marr kurr. Pse u jetë edhe artistëve? Ishte dhe ju brenda në listë? Po patjetër që ishim. Unë isha biznes. Ai po. Unë jam e regjistruar me certifikuar. Ose artistët thonë se po i shtymi që po japim. Po s'kishim puna. Shqyr doli ka nga. Po se mendoj që jeni milioner të gjithë. Vallai unë s'jam. Do të vetëm një pyetje. Kur kthesh mbrap te ajo kohë, te Big Brotheri, ç'a morë nga Big Brotheri? Ç'a të dha? Se jam gjithmonë kurioze dhe pyes të gjithë njerëzit që vinë këtu. E kom thonë, po e them, do ta rrithem sa të më bëhet pyetje. Unë nga Big Brotheri mora burrin e ëndrave të mia edhe djalin tim mrapa. Po, e ke thënë këtë. Edhe kaq. Po kjo ishte jam e përmbushur. U kanë cikël, u kanë shkruajt me ndodh, me him Big Brother, me dal Big Brotherit para kohe, me u njoft me Adisin edhe mu bo prind. U kanë shkruar. Po zotit pas ka dhënë një mision për takuar bashorti se dhe Adisi këtu. Pas ka dhënë gjithë atë mision të vështirë, futu në Big Brother të bë spektakël. Producente me zoti. Nas qena të do si do. Po jo pjesa tjetër, po nga ana e karrierës. Nga ana e karrierës po, më ka dhënë këgja një. Edhe diell, po ndodhi, edhe ajo magjia e diellit. Ndodhi diell, ndodhi më ka rrit këgja shumë artistikisht. Nuk është që, dhe më thonë, në fillim po të më kishe pyet, s'do isha përgjigj ose do isha përgjigj me shumë lef. Sot që menoj, thëmë, Big Brotheri më ka dhënë një mësim këgja të fort. Dhe më vjen shumë keq që s'kom dit me buat rrugtim tamam. Qa mësove për veten ti aty, jam kurioze, në atë... Qa mësova, që jam ma e drejtë sa që dohet. Edhe s'dohet me kanë. Leksioni fort u ka Big Brotheri. Shumë leksioni fort. Kom dal ma e pjekt për Big Brotherit. Për para si kur mi ka hap shumë syt. Pjesën e Adisit po e lëm të historive, sepse je me Adisin, je në rregull, ke çunin, je yll, Adisi është këtu. Edhe, nuk e di ai ka zënë gjumi se po pret, po se ka dëgjuar historitë jo. Ngriti dorën. Çe dorën. Prishe marrëdhënie me Ariola Demirin. Nuk e di, vazhdoni si? Po. E keni në rregull? Shpërthen ndaj tonë. Me Ariolën s'flas domethënë. S'flet, okay, s'jeni në rregull. Jo, unë kurse kom kuptu pse nuk flas me Ariolën. Të bëri blog në Instagram, thotë që kur dolin në mbështetje të Donaldit. Për që ma ka bu blog e di, po pse ma ka bu se kur dole në mbështetje të Donaldit në finalen e Big Brotherit. Po ishte i vetmi që qau. Dhe i quajte njëri të padëshiruar. Paske më fale, paske dhier pak sipas mediave. Ke quajtur Ariolën njëri të padëshiruar. Unë e kom quajt Ariolën njëri të padëshiruar. Sa më pëlqej që si ma me fare. Nuk e besoj që e kom quajt njëri të padëshiruar. Ashtu ishte Albona? Po, në ditëlindje në dikujt nga Bigu. Në ditëlindje e dikujt nga Bigu. Po qa kom thonë unë? Që ishte njëri pa dëshiruar në fest. Ariola ishte njëri pa dëshiruar në fest. Edhe mund ta kesh thënë, nuk e di. Jo, nuk e besoj që kom thonë, jam shumë e kujdesshme kësi raste. Sidomos për media, edhe sidomos për me realisht e kam. Se ke thënë, ku e ka thënë? E ka thënë në Instagram? Ku ishte e cituar. Okej. Kështu që nga në media e cituar. Dhe jo, ore du ta kontrollosh të gjë, se ndoshta të ka bërë blog. Jo, ajo blog më ka bu, tash ma ka hjek.
Ma ka jek, Po ta tash se iku Big Brother më roj tani loja. ideja është që më ma bu mu blok se unë e kom përkra Donaldin, unë i kom thonë 4 emrat e mi kush unë dua të jetë fituesi Big Brotherit në atë kohë. Edhe këtë kom thonë pas si kom dalë me njerë të nesër më tash, unë s'kom faj që ata si kanë po senet edhe e kanë marrë si kur unë po fute me mbështet Donaldin gjithçysh. Pastaj Donaldi ishte i vetmi gjatë qëndrimit më rana që sare u diskutojke për Fifin reagojke edhe kishke raste që ai folke për mu. Hapke temë dhe folke për mu. Nuk është që e ka bu Ariola për shembull. Me thonë të drejtë. Po prapë mërzit dhe me Donaldin, ti duke se ishte me Donaldin, kur ai vendosi lule në shtëpinë e Big Brotherit aty ku të rat fikët. Nuk se ka qenë ai klipi? Po. E kena sqaru. Mos ka pëlqyer ai klipi. Ai gjëja. Ajo gjë ishte shumë e shëmtuar edhe pastaj më thajde më fal, nuk e kam ditë që ti ke më marr për keq, tash gjithsesi e kam sqaruar me Donaldin. Po, është sqaruar, kështu që jemi në rregull. Pastaj, ke hedhur një kunj për Big Brother VIP në 2023 kur fiton Stresi dhe thua urime për këtë edicion njerëzor. Kjo ka lidhje prapë me e ke bërë Kastile, urime për këtë edicion njerëzor dhe që ruajtën me kujdes imazh dhe personazheve. Ke thënë për Stresit dhe metet kanë thënë që kjo është kunj për Big Brother VIP Albania. Po, shiko, u them që asnjëherë nuk i themi kod gjërat, kështu që diçka e ke pasur atëre. Po e lëm. Unë thash, më pas pyet para një viti, dhe më thonë, në qatë vitin kur kom dalë për Big Brotherit, më pas pyet për Big Brother, në isha gjdo përgjigjet e kisha pas me mlef. Po tash, kur kthehem, edhe e mendoj, tham, po pse? Pse jetu e menu kështu? Pse menoje pozitivisht do sen që të ka ndodhë? Në 2023 është i përplasje, ne kishim para ca ditësh në fakt do bë super virale me miliona klikime Juliana Nura. E kishim dhe ne që bëri një deklarat për Ronaldon. Këtu dhe ajo tha se Fifi do e fitoj Dancing with the Stars me që nuk i dham bigun. A e fitova? Ju ktheve keq. Jo, nuk e fitova. A e fitova? Ja. Mos më pajso mua pse dole ti sepse të ndodhi pikërisht se jep shumë gojës. Dhe jo këmbën. Pra Big Brother e lëm me Florin Sia në 2024 në thua vazhdojmë njëjtë. Nuk flisni. Apo jo, unë i shkruaj ai s'ka. Ai s'tem përgjigje. Qa të bëjmë? Ore, po sa mirë që i shkruan, se kanë thënë dhe të tjerë, i shkruajmë dhe s'tem përgjigje. Pra, ai të paktën do ndihet krenar që ka kaq dashuri nga njerëz që këmbgulin t'i shkruajnë edhe ai nuk i kthe përgjigje. Unë do të thonë nuk nashta jam të tepruar me të shumë, nashta do na mi shku me te dera. Po pse ke kaq nevojë të shkruash? Për çfarë po i shkruan kaq shumë? Pse këmbgul ti shkruash? Po është doja i Theomalit. Është shoku jam i shpirtit, është... Po kështu i the në fakt atë ditë në skenë edhe unë s'me me imagjinu, mës me fol. Do me thonë, djallin tem e ka pa veç kur ka qenë djalli 2 mujsh. Si lini shoqëria me Florin, jam kurioze. Prej muzikës. Prej muzikës, edhe punua bashkë juve? Kena punu bashkë. Sa kohë? Periudhën, sidomos qatë periudhën 2019, 2020, 2021. Keni ju energji për bashkët, edhe tekstet tuaja, domethënë, edhe ai i ka qef të lloj energjinë e njëjtë. Energjinë e njëjtë. Dhe ti e ke shumë të nevojshme që ti flasësh Florit, domethënë. Patjetër që e kam nevojshme. Besoj që edhe ai ka të nevojshme me fol me mua. I fortë që s'kthem përgjigje. Kush e di ku i ka ngel hatrin. Do shkoj t'ja thuj derën. Mund ta s'ka bësh. ngel gjë tjetër. Ti je shenja dashit, mund ta bësh, ai është vigjeresha, e ka çik overthinking më të madh. Më zbut peshku mu për ata se bëj, se po t'isha dash. E ke hënë do ishte thyj dhe tash. Po kë ke peshk ti? Është Ashëndenden. Ashëndenden ke peshti? Prandaj akoma s'kam shkuar. Ka mas ke shkuar. Po më duket dona me gjatë ditës, a kupton kur është dashën funksion. Tani ne kuptuam tu që me Flori nuk të kthe përgjigje dhe Ariola s'u mor vesh, ngeli mister ajo, po nuk ka problem. Rëndësishme është me Florin, paktën. Ai se edhe me Ariolën do rregullohet. Do rregullosh dhe me Ariolën. Se ajo vigjeresh është, prandaj. Na kam shëndet. Është pak e vështirë me vigjereshën, nuk e